ose senatorëve, por ai një avokati të zakonshëm. Të gjithë ata që kanë shkuar edhe sot në procesin gjykate i pan dyrë të mbyllura, kjo pasi dhoma avokatëve ka shpallur një grep pezitore pasi një kolegu tyre u arrestuan në një akuzë rënë se kishte kërcënuar një prokuror. Por u lirua një ditë më pas pasi vetë prokurori e pranoi se thjesht ja kishte futur kot. Se bëhej fjalë për një fjalor të tensionuar të avokatët, por brenda natyrës punës dhe që nuk kishte fare lidhje me një kërcënim. Por ndërkohë prokuroria e bëri lajm kaq të madh, thuajse bëi fjalë larg qoftë për rastin Kalaja 2. Tani ne gjithë e dim që avokatët nuk janë që ata janë në fakt pjesë e kësaj korporate që quhet Pallati i Drejtësisë. Por ama kur vetë brenda Pallatit të Drejtësisë nuk gjendet drejtësia, çfarë duhet presim ne të tjerët? Çfarë duhet presë reforma? Duhet presë përkraje apo skepticizëm? Për këtë do të flasim sonte. Siklet. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Programi sot merr spunte pikërisht nga ajo tyrezë e Rumullakut, ku gjykatës, prokuror, politikan dhe përfaqësues Komisionit Venecias ulën për të bërë një farë bilancit reformës drejtësisë në 9 vite pas temi miratimit dhe fillimit të zbatimit të saj. Për të folur me mua sonë në program janë Brisida Gjikondi, komendatore, por dhe juristi. Mirëmbrëma Brisida. Rezar Kthupi, avokat. Kësaj radhe, mbrëma Kthupi, kësaj gjithë ke program. Kolegët e mi, Argjys Mërtiri, mbrëma Argjys, dhe Flogert Muçe, mbrëma Flogert. Por për të futur pak në brendësi të asaj që unë përshkruaja me komentin tim, qëndrimin tim sigurisht, editoriali është dhe qëndrimi im, le të ndjekim pak se çfarë ndodhi sot pjesërisht. Çfarë ndodhi sot në një tyrezë përbashkët, ku siç u thash, një gjykatës i lartë, pra kryegjykatës i dalë nga reforma në drejtësi, dhe një ish gjykatës i cili u largua për shkak të kësaj reforme, sot janë bashkuar të dy, duke kritikuar apo sulmuar vetimin. Ndjekim kronikën. Në 9 vite pas miratimit të reformës në drejtësi, kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, tha se sistemi gjyqësor po përballet ende me mungesë të magjistratëve, mbi ngarkesë të dosjeve dhe vonesa në dhënien e vendimeve, por kjo sipas tij nuk nënkupton dështimin. Ndërkohë që drejtësia përpiqet të fitojë besimin përmes reflektimit dhe vetrregullimit, ajo përballet ende me trysni dhe paragjykime që vijnë nga jashtë saj, sepse çdo reformë që prek interesa të konsoliduara ndesh rezistencën e tyre. Pavarësisht sfidave dhe pengesave, thelbi i saj mbetet i pandryshuar, sepse reforma nuk ka dështuar. Ajo është ngadalësuar nga mungesa e vullnetit për ta zbatuar me të njëjtin idealizëm dhe integritet me cilin u ndërtua. Si shembull të mungesës së këtij vullneti, Sadushi identifikoi problematika gjatë procesit të vetingut. Janë rritur vendimarrje të pabarabarta për çështje të ngjashme, mungesë koherence në interpretim dhe ndikim i perceptimeve publike mbi procesin, çka ka krijuar herë pas here ndjesinë e standardeve të dyfishta. Qytetari nuk kërkon drejtësi të përsosur, por drejtësi që përpiqet çdo ditë të jetë më e drejtë. Për Komisionin e Venecias, një mbikëqyrës i rregullt i reformës në këtë dekadë, rëndësi ka që ajo ka arritur besimin e qytetarëve tek drejtësia. Shqipëria ka bërë një hap madhor drejt reformimit të gjyqësor. Reforma në drejtësi jo vetëm që solli ndryshime në gjyqësor, por edhe në mendësinë e njerëzve, të cilët rritën nivelin e besimit. Por në tryezën e thirrur për reformën u vure edhe njëherë hipokrizia e politikës, ndërsa mazhoranca përfaqësohej me deputet të rinj, demokratët me Arjan Ndojnë dhe Gjin Gjonin, të dy ata ish funksionar të drejtësisë, të përballur me vetingun dhe nuk humbën rastin edhe ta godasin atë, tashmë të veshur me imunitetin e deputetit. Vetingu është kontrolluar në mënyrë tërësore nga Partia Socialiste dhe qeveria Rama. Ata të cilët u morën me reformën, sot janë kthyer në drejtuesit e pushtetit gjyqësor. Brisida, ç'isha për të thënë thash, komenti për ty. Po, unë në fakt do të filloj nga bishti. Unë mendoj që prokurori, jam në krah të prokurorit Elbasanit dhe mendoj që është e patolerueshme lirimi i avokatit nga ndalimi.
A ju referoni rastit cilën përmendja unë e dorë. Patjetër shkoj edhe tek pjesa e Jo, se do parë. e prekim dhe ato, prandaj. Po, jo, atë kisha shumë merak sepse shikoj Po mos e kemi merak se do ta prekim dhe ato. E po mirë, dakord atëherë. Një koment i parë do doja për Komenti këtë kështu dhe parë pastaj është që është futemi tek vërtet, ajo. unë vërtet jam dakord me ju, është skandaloze që krerët e reformës, ose ata që kanë përftuar nga reforma dhe janë në krye të institucioneve në të drejtësisë shqiptare, përfshi dhe zotin Orsian Çela përpara një jave kur doli përpara parlamentit, komisionit të ligjeve në parlament, bëjnë të gjithë, ankohen, bëjnë akuzatorin, ndërkohë që duhet ishin të parët për të reflektuar optimizëm dhe për të mos parë dhe gjëra për të ngritur gishtin e denoncimeve, pasi janë në kryet atyre institucioneve për t'i dhënë zgjidhje gjërave, jo për të bërë sikur po pësojnë pa drejtësi dhe janë aty për zgjedhje dhe për arsye personale. Ne e dim gjithë që krerët e institucioneve drejtësisë Shqipëri janë zgjedhje politike. Janë zgjedhje politike dhe nuk janë për merita personale, por janë për aleanca dhe për makinacioni që bëhen brenda krave politikë për të vendosur njerëzit që atyre ju intereson dhe i plotësojnë kërkesat. Edhe zoti Sadushi sot mendoj që nuk ishe vendi dhe momenti dur që gjoja të ngrinte pretendime të kritikonte reformën drejtësi. Kemi parë gjithë ngrejnë akuza për reformën drejtësi, se kush e ka bërë reformën nuk e kuptojmë. Dhe zoti Gjafa, edhe mendoj që dhe vajtja e zotit Gjingjoni aty ishte e pavënd, sepse ai ishte një person që pavarësisht emrit dhe gjithë gjërave që ka, nuk pati kurajon të përballej, por unë më njanua, gjeti një arsyetim dhe unë më njanua nga vettingu. Domethënë, është bërë një kakofoni këtu në Shqipëri dhe një tragjikomedi, ku ne njohim të gjithë personazhet që marrin pjesë në këto prezantime televizive, por pastaj bëjnë sikur ne nuk i njohim dhe na thonë gjëra që ne e dim shumë mirë që nuk qëndrojnë. E rithem, reforma në drejtësi do vazhdoj, tani ka pasur një sherr i madh dhe një intrigë e madhe për kreun e SPAK-ut. Janë duke lëbuar politikanë dhe grupe kriminale bashkë që Pa e mohoj, kryetaria KLP-s e mohoj. Që një prokuror patjetër që do e mohoj, sepse e para njëherë ajo vjen nga shoqëria civile, nuk ka qasjen edhe integritetin dhe ka pasur. Çfarë bëjmë kësaj që vjen shoqëria civile? Ajo është zgjedhur në vendet e vjen nga shoqëria civile, zoti Balla. Ajo ka emrin që është shoqëria civile, por ne e dim shumë mirë. Dhe më falin se po lobojnë grupe kriminale, po thoni ju? Po. Por një prokuror caktuar? Që mos bëhet një person i caktuar i prokurorisë. Që të mos bëhet. Që mos bëhet një nga personat që po ka pra tre tjerët janë burrat mirë për kriminalitet. Ta mbështesim që tash janë burrat mirë, po janë telekomanda të manovrueshme. Po jo, po kjo është e tmerrshme që ju keni indicie që grupe kriminale mund të bëjnë në KLP? Të ishte e tmerrshme sigurisht ishte era parë. Jo vetëm grupe kriminale, zoti Balla, jo vetëm kriminale. Jo, është e tmerrshme që nuk ka ndaluar këtu, se ne dimë se era parë. Jo vetëm grupe kriminale, zoti Balla, më thash edhe zgjatimet politikës shqiptare, por edhe gazetarë të televizioneve të ndryshme, po bëjnë lojën ose avokatin e djallit. Kush është ai që ta dim paktën që të mos ngjajmë sikur po i shërbejmë krimit, e kupton? Ta mbështesim. Është ai që ka mbështetjen e ambasadës amerikane dhe mendoj që do ketë të njëjtin vizion dhe të njëjtin mosvarësi. A ju thoni ai që do të zgjidhet? Po. Ai që nuk e do krimin. Atë që nuk do krimin. Po. Këtubi? Nuk është hera parë. Nuk është hera parë. Megjithatë, është hera e shumtë. Jo, ideja është realisht kur shikon të, ose ne jemi gjithë dakord që te kjo gjoja, te kjo tryeza vim edhe për shkak të asaj që i ndodhi Ndirit Kalaja apo. Po. Kjo është pak po e sigurt që gjithë ky lloj sensibiliteti. Po ka një nonsens pastaj. Nëse ti merresh me atë që i ndodhi Ndirit Kalaja, kjo tryeza duhet vi me gjëra konkrete, me gjëra konkrete. Kur bëjmë analizë 9 vjeçare të reformës drejtësi, dalim me një gjë të shkruar dhe themi që okay, kjo reforma ka çeduar në 1, 2, 3, 4, 5 gjëra. Vettingu ka çeduar për shembull? Se ta kritikoi edhe Gjingjoni dhe Sokol Sadushi, këtu realisht pas ka çeduar vettingu. Se kemi njërin për cilin u bë vettingu dhe i tjetri i cili edhe për shkak të vettingut u ngjiti shkallët e karrierës aty ku ngjiti edhe. Njëri e kritikon për efektin personal negativ, tjetri e kritikon për efektin personal pozitiv. Kështu që më thënë kritikat jo detyrimisht janë negative të dyja. Kritika që jep zoti Sadushi është për çështje kohe. Jo, thot, vettingu duhet teste me ritme më të shpejta që të mbaronte faza e parë. Në reformat e drejtësisë ka pas disa faza njëra pas tjetrës. Faza e parë është faza ideale, epoka e artë, kur ti vetëm harton ligjin.
Epoka e dashurisë. Epoka e dashurisë. Pastaj vim ke faza e dytë, që është epoka e argjend në cilin ti fillon. Pastaj kur lind fëmijët. Dhe këtu jemi ke epoka e hekurit, kur i ka dhënë efektet, kur ty të shpërgjysmuar trupa e gjyqtarëve, për shkak të vettingut, të shpërgjysmuar trupa e prokurorëve, dhe tash po vuan gjithë ato që janë pasojat e vettingut. Larg pamësia do të kishte qenë që këto pasojat parashikoheshin, dhe që ne ta dinim 2016 në kur u votuar reforma drejtësi, që ne ndoshta do të humbim gjysmën, 1/3, 1/4 apo 1/2 e trupës Po gjyqtarëve. u tha atëherë, Po pra, po një politike mençur, merë masat që mos krijohet vakum sistem dhe gjendemi pastaj në këtë gjendje që jemi sot. Një politike mençur merë masat që ndërkohë që ti korrigjon elementin njerëzor të sistemit, korrigjosh dhe elementin infrastrukturor. Për shembull, doktori e zgjidhi kollaj atëherë. Tha, si të zëvendësojmë, t'ja bëjmë shkollën 6 muaj. Sigurisht dolën ato produkte që dolën. Zgjidhje mund të ishte. Por zgjidhje praktike e zgjidhi. Ka një zgjidhje shumë të thjeshtë nëse duam vërtet të bëjmë një thjeshtëzim dhe një përmirësim të sistemit drejtësisë. Sistemi i drejtësisë, i drejtësisë ka 3 shkallë. Që do të thotë ti në shkallë të parë mund të vesh gjyqtarët më me pak eksperiencë, dhe ato që ti mund t'i quash dhe eksperiment të funditës, se në gjyqtarë që ti mund t'i largosh nga sistemi dhe më kollaj, dhe pastaj në shkallën e dytë dhe në shkallën e tretë ti vë gjyqtarët më të aftë që ti kenë më mënyrë që ti vësh një digë gjitha vendimeve që do të rishikohen në apel, por shkurton kohën, shkurton afatet dhe në fund fare jep drejtësi. Këtu është çështja e mungesës së vullneti. Dhe këtu jap shumë drejt zotit Sadushi kur thotë që këtu ka ngecur reforma. Nuk është zoti Sadushi para që duhet thotë këtë gjë, të lutem. Po nuk ka rëndësi më. Po tash dikush do ta thotë, s'ka kush e thotë tjetër. Problemi është se po dela tjetër ta thotë. Dhe gjithë ta thotë aty para mediave. Po shumë mirë më po jo se ai ka mirë, atë mund ta bëjmë ne. Ai të marrë përgjegjësinë. Po ne kërkojmë përgjegjësi nga politika, po nuk kërkojmë përgjegjësi ta bëj sepse duke bërë ne sot i themi zotëri dashur, çka ke bërë ti për këtë punë? Sot në sot. Ne po ja themi, po ideja është që është një lloj si thua, bëhet një kaj problem media dhe ne fillojmë t'japim me ne që jemi pjesë e problemit. Ne jemi, nëse ka problem media, ne jemi pjesë e problemit. Ne jemi vuajtësit e problemit. Jo, vuajtësit janë është publiku. Ne që bëjmë lajmin që... Ne që bëjmë lajmin dhe ne fillojmë tani, nëse ka problem media, ne nuk mund të flasim vetë tretë. Si palë pa përfshirë. Ne nuk kemi palët që nuk kemi të përfshira, pra ti nuk mund të kritikosh vettingun, po në atë vënd, dhe me thënë vërtetën, ti rish përballë, unë për shembull, nëse do isha unë, zoti Xhafaj, zoti Xhafaj po e marr, që ka që është temi personi që ekzekutori material i reformës drejtësi. E administroi reformën drejtësi, unë në momentin që do shikoja 2 persona përballë, të cilët pa i parajgjykuar ata si individ, në smerë me atë, por një ish prokuror dhe një ish gjykatës, të cilët janë larguar, njëri me dëshirë, tjetri pa dëshirë nga drejtësia. Për shkak të reformës, unë nuk mund t'ulem ata përballë. Unë do të thoja zotëri i dashur, unë do të mbetëm një fjalë, unë nuk mund të ri me persona të cilët reforma i ka larguar. Apo e kam gabim? Jo më në krah. Jo më në krah. Pra ideja është në këtë moment, këtu pasaj flasim argys që është bërë një më Bajaldia që thotë Brisida, që nuk e ndanë do të spesën nga Patëllxhani, pra janë bërë gjitha bashkë. Në te moment, dhe dukemi sigur jemi në stresë, më pak ne jemi ata që e vuajmë këtë, apo jo? Po tjetër, unë kam një gjë se këtu edhe rasti i të Ndirit Kalaja u trajtua sikur gjithë problemi këtu vjen nga reforma në drejtësi, jo nga gjendja e drejtësisë. Do të bëjmë dallim, nuk është se reforma në drejtësi na shkatroi drejtësinë e mirë të kulluar që kishim. Ne kishim një drejtësi katastrofë, një drejtësi të degeneruar nga gjitha aspektet, dhe reforma në drejtësi u përpoq ta rregulloj. Ai rregulloi. Unë besoj që deri diku ka sjell disa rregullime, por ka hapur disa probleme tjera. Dhe këto probleme që kanë hapur janë, mendojmë, të përkohshme, por rregullimet mund të çojnë në një rregullim më afatgjatë, por gjithsesi ka dhe një gjë tjetër që reforma drejtësi e sabotuan dhe e vonuan dhe e shkatruan aq sa mund t'i vinin në Shkopin rrota, pikërisht këta. Këta nuk e donin reformën drejtësi pavarësisht se e votuan. Dhe pse nuk e donin? Sepse e dinin që reforma drejtësi do të bjerë kokës këtyre të parëve një. Ja, dhe prova kjo ishte, prandaj u futën politikë për të marrë imunitet. Sot çudia është janë gjithë kundër reformës drejtësi, dhe në fund fare nuk e ndalin dot sepse e ka nisur tjetër kush këtë. Ajo çfarë unë shoh me dilemë është që a do e mbrojnë dot ata që e nisën, pra amerikanët dhe europianët që ta çojnë deri në fund, to do vlen ta shohim. Dhe nga ana tjetër, kjo betejë midis ndërkombëtarëve dhe vendasve është kush do t'i sundoj këto institucionet e reja. Ajo deri diku është dhe e kuptueshme në thojza. Pra se në thojza, do më lejosh të shembullin se si kanë ngecë reforma në drejtësi, se ka një shembull shumë. Gjashtë ligje djerë. Jo, po shumë e fare. Shive nga ana konkrete.
Në datë 30 shtator të këtij viti, gjykata e lartë mori vendim, mbledhja e gjyqtarëve vendosi gjyqtari që zëvendëson zonjën Olta Xhaçën krye gjykatës kushtetuese, gjyqtari Asim Vokshi. Olta Zaça, e gjatë. Zaçaj. Ndjes. S'ke faj, Olta për Olta. Olta Edhe për u lidhen për shkak çështjes. Kanë kaluar 20 ditë, 21 ditë. Akoma nuk ka bërë betimin presidentë zotëria. Që është në shkelje çdo norme normale. Zoti Vokshi, se ka bërë akoma. Akoma se ka bërë betimin. Është vërtet. Se ka bërë betimin, Ka zgjatur duart politika aty prapë. Dhe nuk dëgjohet ky tingulli në sferën publike. Nuk dëgjohet. Do thot, politika ka heshtur, asnjë nga kampet politike nuk e përmend të problemin. Se shef shumë ABC po s'ka gjë. Politika. Ose se ke pa dje. Politika. Ja, ta se të publik dëgjoj. Dje nuk kam parë. Politika ka heshtur. Politika ka heshtur, nuk flet asnjëri. Përçohen dhe akuzojnë Bajramin për paga, po nuk merren me fakte më të rënda. Zoti Kthupi, më shumë gabim, më keq, nuk ka heshtur politika. Politika i ka duart në gjithë të që po ndodh me zotin Vokshi. Po normal, në të kundërt nuk do heshte. Në të kundërt nuk do heshte. Interesi është jemi bërë të gjithë bashkë që ta çbëjmë reformën në drejtësi. Ky është qoftë ka një moment që reforma aty çdon, është kur një antar i gjykatës kushtetuese nuk bën dot betimin më. Nuk fillon dot detyrën. Kjo e ka lënë datën në brisi dhe ndjes Ergys, vetëm te kjo e llagamit se unë kam pjesë të argumentit, po ngela duke shkruar se ju vetëm jepni argumenta. Mosha biologjike nuk është argument i debat. Jo, por nga njëra anë vetëm njëra ka argument. Thuhet që Rama ka kapur Po le ta mbaroj se nuk. Jo, mos e ka zakon, e kthe digën nga ana vet. Kur ta kthej digën nga ty, hap krahët. Për momentin i ka hapur krahët, Kthupi. Pra, drinën e zi e ka nga. Domethënë, në momentin që themi që Rama ka zgjatur duart sa dushi i Ramës, si Sorosit, i Dreqit dhe i Birit, këtë e thotë opozita e vërtet. Sa dushi, po ta gjojnë ata që duhet ta gjojnë atëherë, sa dushi nuk mund t'i lërë kancelarës vlerësimin e një vote që tregon vullnet tepruar për të votuar për zonën llagami. Se ti e di si jurist. Dhe nuk e di tani, mbau dig, është rregullore që e ka miratuar. Mbau dig, prit tani, nuk e di tani o Bris, se ty të njoh për njëri skrupulos që je e drejtë, di vetëm që rinte. Do merresh me llagamin, mbaroj debat. Thash se do merresh me votën e llagamit që ju hoq padrejtisht. Do merresh me atë? Nuk u hoq, ë? Edhe kjo është që po bën. Pra ti bën parimorën kur është për të bërë, po në këtë rast nuk bën parimorën thua e di ligji. Nuk më komplekson dot ti mua. Ajo ka shkruar në gjykatë kushtetuese. Po them një fakt mos. Ajo ka mision. Ka shkruar atje. Rrim drejt gjykatës kushtetuese tani. Gjykata kushtetuese, terasi zotit Veliaj, mori unë kam kontestim logjik se nuk mund të dekretorsh një gjashtën e dekretit. Nuk mund pezullosh një gjashtën e dekretit. Ti e pezullon gjithën apo jo? Paktën me e pezullon. Duhet ta pezulloj gjithën, jo një gjashtë. Një gjashtën. Mirë, vetëm pjesën